الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin Famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm sa atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë nderuar, siç e dini, kemi filluar trajtimin e një prej haditheve më madhështore dhe përmbledhëse, të cilin e transmeton Abdullah ibn Abasi, djali i Axhës së Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, i cili në kohën kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ja mësoi këto fjalë madhështore, ishte vetëm 10 vjeç. Dhe kemi thënë se ai tregoi duke thënë: kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, isha hipur mbi kali prapa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya ghulam, e më tha: o djalosh, inni uallimuka kalimatin, un do të ti mësoj ty disa fjalë. Dhe vetëm kësaj pjese të këtij hadithi ja kemi kushtuar një hutbe të tërë, për shkak se në çdo fjalë të thënë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka mirësi, ka mësime të jashtëzakonshme. Vetë fakti që pejgamberi Allahut e ka specifikuar Abdullah ibn Abbasin për këto fjalë tregon se ai ka parë potencial tek ai për të qenë një dietar i arshëm, siç edhe është bërë në një të ardhme shumë të afërt. Pastaj tregon për kujdesin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve dhe të rinisë në përgjithësi. Tregon për dashurinë, për afërsinë dhe ngrohtësinë që ai u jep të njerëzve në përgjithësi, e fëmijëve dhe të rinjeve në veçanti. Mënyra se si i ishte paraqitur pejgamberi Allahut me këto fjalë, mënyra se si e kishte trajtuar Abdullah ibn Abbasin, tregon për pjekurinë që pejgamberi Allahut u jepte fëmijëve që ta ndjenin atë. Pra, i trajtonte si burra, i burnonte me mesazhet e tij. Ashtu siç edhe vepronin shpesh herë edhe paraardhësit tanë, prindrit tanë. Spaku për këto gjeneratat tona që e kemi arrit atë gjeneratën e artë të edukimit, të disiplinës dhe të respektit maksimal nëpër familjet tona. Pra, ku na kanë eduku, ku na kanë këshillu, na kanë burnu. Janë mundu që përmes këshillave tyne me na burnu. Madje në detajet më të holla, më të papërfillshme për dikë, prindrit tanë kanë qenë të kujdesshëm. Në mënyrë që me marr orientimin e duhur. Dhe kjo është praktik pejgamberike realisht. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur ka këshillu fëmijë, i ka burnu. Ka nxjerr burra e burnesha. Për këtë arsye ka dalë Abdullah ibn Abbasi dietar, e shumë sahabë tjerë që kanë qenë aso kohë fëmijë. Por me kalimin e kohës kanë përvetësuar një uri të mëdha nga pejgamberi Allahut, pastaj edhe nga sahabët e ditur të kohës së tyre. Me njëherë pas tyre fjalëve i ka thënë këshillën e parë: ihfadhillaha yahfazuk. Ruaje Allahun, Allahu të ruan ty.
Realisht, kjo fjali është mesazh jetik. E përfshin gjithë fenë dhe gjithë jetën e njeriut. Ruaj Allahun, Allahu të ruan ty. Si ta ruajmë Allahun? Çfarë kuptimi ka kjo fjali? Çfarë do të thotë ruaj Allahun? A ka nevojë Allahu që të ruhet nga ne? Absolutisht jo. Kuptimi është shumë më i thellë. Kuptimi nuk është sipërfaqësor. Allahu është i pa nevojë për ne që ne ta ruajmë atë. Ai është i plot fuqishëm i absolut. Nëse ne dëshirojmë që Allahu ta ruajë raportin me ne, ne duhet ta ruajmë raportin tonë me Allahun. E si ruhet raporti me Allahun? Duke e ruajtur lidhjen me Allahun. E si ruhet lidhja me Allahun? Përmes mesazhit të Allahut, përmes fesë së Allahut. Vetëm përmes ruajtjes së fesë së Allahut ruhet lidhja jonë me Allahun e Madhërisht. Allahu i vlerëson lart ata të cilët e ruajnë lidhjen me të. I ruajnë kufijtë e Allahut subhanahu wa taala, sepse një prej kuptimeve të ruajtjes së lidhjes me Allahun është ruajtja e kufive të Allahut, respektimi i kufive të Zotit. Wal hafidhuna li hududillah. Kur i lavdëron Allahu disa kategori besimtarësh, dhe tjera thot edhe ata të cilët i ruajnë kufijtë e Allahut. Pastaj të thuaj bashiril mu'minin, përgëzoi besimtarët në fund të ajetit. Pse? Sepse një prej shkaqeve të arritjes së përgëzimit me xhenet, me shpëtim dhe me mbrojtje është ruajtja dhe respektimi i kufive të Allahut. Sepse kufijtë e Allahut realisht janë mbrojtje për ne. Allahu ka caktuar kufi për të na mbrojtur neve nga devijimet, nga lajthitjet, për të mos shkelur në vijat e kushte që janë të rrezikshme për ne, që përbëjnë problem. Dhe ruajtja e këtyre kufive është ruajtja e lidhjes sonë me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu e vlerëson lart atë besimtar i cili kur kthehet tek Allahu, kthehet me zemër të kthyer, edhe është prej atyre që i ka ruajt raportin me Allahun subhanahu wa taala. E kush është ky? Men khashiya ar-Rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Ai i cili në fshehtësi nga frikë respekti ndaj Allahut e ka ruajt raportin me Allah subhanahu wa taala. Wa jaa bi qalbin munib, edhe është kthyer vazhdimisht tek Allahu me zemër të kthyer. Përkundër gabimeve eventuale që ka mujt me i vepru, ai nuk ka leju që lidhja e tij me Zotin me uzbe e jo më shkatru. Me njeri ka ndërmarrë masat e nevojshme të pendimit sinqert, të istighfarit, të shpërlarjes me kërkim falje, të shtimit të veprave të mira, të braktisjes së ligësive dhe të mëkateve caktuara, në mënyrë që këtë lidhje me ruajt, sepse vetmja që garanton mirëqenien këtë botë dhe në botën tjetër është ruajtja e raportit tonë me Allahun subhanahu wa taala. Për me zbërthyje dhe ma tepër, ruajtja e Allahut, respektivisht e fesë e Allahut, fillon nga ruajtja e imanit, nga ruajtja e besimit. Allahu tregon arsyeën e vetme për cilën neve na ka krijuar dhe na ka sjellë në këtë botë, e që është adhurimi i tij. Pastaj si mision na ka caktuar mëkëmësinë, përfaqësimin e vlerave kuranore dhe pejgamberike, për aq sa të ekzistojë kjo gjithësi. E Allah thot, e fe hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A menduat ju se ne ju kemi krijuar kot, pra pa një qëllim fisnik, thjesht që të bredhni rrugëve të kësaj toke, të kësaj gjësie, dhe të jetoni sikur se kafshët, të hani, të pini, të çiftëzoheni dhe të mbaroni me vdekje? Absolutisht jo. Fa ta'ala Allah. I lartësuar është Allahu nga ky mendim i keq, i mangët. Është mendim i keq për Allah me mendu që Allah pas gjithë këtyre vlerave që ja ka dhënë njeriu, me a leju atij apo me a caktu një jetë ngjashme me kafshët apo më të ulët se sa kafshët. Absolutisht jo. Sa më madhe që tjetë vlera, aq më madhe bëhet edhe përgjegjësia. Dhe duke qenë se krijesa njerëzore është krijesa më e vlerësuar, më e nderuar nga ana e Allahut fuqiplot, atëherë dhe përgjegjësia e tij duhet të jetë më e larta, më fisnike e mundshme. Prandaj adhurimin e ka njeriu. Prandaj mëkëmësimin si rol dhe si mision e ka njeriu. Allahu na tregon se pe ruajtjes së fesë është ruajtja e abdesit. Për dikë çështja e abdesit mund të jetë shumë e thjeshtë. Por realisht gjysma e besimit në tërësi përfaqësohet nga abdesi dhe nga pastërtia në përgjithësi. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam,
La yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Nuk e ruan abdesin vetëm se besimtari. Sepse abdesi, përpos që është kusht, apo para kusht i pranimit namazit, s'ka mundësi me pas namaz pranum pa pas abdes, ditë e natë me u falë, nuk të pranohet namazi pa abdes, sepse e ka vendosur Allahu si para kusht pranimit të namazit. Pse e ka vendosur? Sepse Allahu dëshiron nga ne pastërti. Higjiena personale është shumë e rëndësishme në Islam. Aq sa pejgamberi Allah thotë at-tahuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e imanit, gjysma e besimit. Dhe nuk ka mundësi të pastrohet shpirti, ajo që nuk shihet, pa u pastru ajo që shihet, pa u pastru trupi. Pra, derisa ajo që është më e lehta për të vepruar, pastrimi i lëndorës, nuk respektohet dhe nuk përmbushet si do të përmbushet pastrimi i shpirtërorës, i frymorës. Prandaj Allahu na ngrit vetdijen në këtë drejtim dhe thot: o besimtar, duhet ta keni parasysh që Allahu i do të pastërtit. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që kthehen me pendim tek Allahu, e pastrojnë shpirtin me pendim, wa yuhibbu al-mutatahhirin, ata që e pastrojnë veten në aspektin fizik, e metafizik edhe në çdo aspekt tjetër. Prandaj na nuk mundna mi dal Allahut ndon se kena më lut Allahut. A do t'i themi Allahut fjalë të këqija në namaz? Absolutisht jo. Do t'i themi fjalë më të mira, do t'i themi ajetet e Kuranit, lutjet, salavatet, po pse mos më na u pranu namazi pa abdes? Sepse është para kusht. Pastërtia është shumë e rëndësishme në Islam. E kush e ruan abdesin, e ruan imanin. Prandaj tha, nuk e ruan abdesin vetëm se besimtari. Me njerë pas abdesit është rëndësia e namazit, ruajtja e namazit. Madje, ajo që më smiri e ruan raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala është ruajtja e namazit. Gjithë ditën me mendu për Zotin, gjithë ditën me ju lut Zotit, por mos me e fal namazin, nuk e kemi ruajt raportin me Zot. Sepse nuk është mënyra që Allahu ka caktuar. Allahu e din më së miri se cila është mënyra më e duhur për me ruajt në lidhjen me Allah. Ai është Zoti. Ai i përcakton urdhrat. Ai i di më së miri pasojat. I di edhe nevojat, i di edhe mangësit, po i di edhe përparësitë tona. Prandaj thot: hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Ruani namazet në përgjithësi, e namazin e ikindis në veçanti. Wa qumu lillahi qanitin, edhe ngrituni për Allahun duke u fal, duke qëndruar në qiyam, duke i lutur Allahut në namaz. Sepse namazi është shtyllë e fesë islame. A mund të ndërtohet fetaria jon e brendshme dhe e jashtme pa shtyllë? Nuk mundet. Ashtu siç nuk ndërtohet një ndërtesë pa shtyllë, nuk mund ndërtohet as fetaria në përgjithësi. E shtylla bazike, madje amudu din e ka thujt pejgamberi Allahut, është themel. Shtyllë themeltare e fesë është namazi. E kush e ruan namazin, e ruan Zotin. Respektivisht e ruan lidhjen me Zotin e Madhërisëm. Pastaj Allahu na mëson që pe ruajtjes së lidhjes sonë me Allahun është edhe ruajtja e gjymtyrëve tona nga harami. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos fol për diçka që nuk di. Mos thuaj e kum ni. Mos thuaj e pash dikun, nëse nuk je i sigurt. Mos e ngarko veten me diçka që do t'ja japësh llogari para Madhërisë së Allahut. Sidomos kur ka të bëjë me fe. Feja nuk e ka me t'nime. Feja e ka me argument, feja e ka me transmetim. I gjithë ummeti, e në veçanti dietarët e këtij ummeti, ja kanë kushtuar jetën e tyre me rujt saktësinë e argumenteve tona kuranore dhe pejgamberike. Me muje me vite kanë udhëtu, kanë lënë gra fëmijë. Mos munjollos fare Islami as edhe me një shkronjë, jo më me një fjalë apo me një fjali që nuk i përket asaj. Prandaj sot dihen edhe hadithet e vërteta, edhe hadithet e dobta, edhe hadithet e shpikura. Të gjitha kategoritë e haditheve sot janë të mirë njohura. Edhe s'ka mundësi që të me dalë dikush dhe me thonë, e ku më zbulu një hadith të ri, se automatikisht është i pavlefshëm. Sepse ekziston një akademi e hadithologjisë, e shkencës së hadithit, që s'le asnjë hapësirë
dikush marrë dhe me shpik diçka në këtë drejtim. Prandaj Allah thot, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos fol diçka që s'ke dije për ta. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sepse dëgjimi yt, shikimi yt, e mendja dhe zemra jote do të jenë përgjegjëse para Allahut për atë që e kanë vepruar, e kanë fol, apo edhe e kanë menduar. Pra nëse kemi vepruar diçka, nëse kemi menduar diçka, nëse kemi fol diçka që nuk është dashur, do të japim llogari për ta. Pra ruajtja e gjymtyrëve tona nga harami është ruajtja e lidhjes sonë me Allahun subhanahu wa taala. E prej gjërave më kryesore që dëshmojnë dhe që duhet patjetër të realizohet për me ruajt lidhjen me Allah është ruajtja e nderit. Prandaj Allahu i urdhëron fillimisht meshkujt, sepse dobësia kryesore tek meshkujt është shikimi, pastaj i urdhëron edhe femrat. Thot, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, thua jo besimtarëve meshkuj, o Muhammed, që ti ulin shikimet e tyre, të mos shikojnë haram, të mos i kullosin syt në arat huaja, wa yahfadhu furujahum, edhe le t'i ruajnë nderet e tyre, dhalika azka lahum. Inna Allah khabirun bima tasnaun. Sepse kjo është më e pastërta për ta, për zemrën, për mendjen, për trupin, për nderin, për familjen, për të ardhmen, për çdo gjë. Ruajtja e nderit është garancë e ruajtjes së imanit, është garancë e ruajtjes së familjes, është garancë e ruajtjes së shoqërisë. Prandaj Islami e vlerëson shumë lart moralin, aq sa njerëzit më të ngritur në ditë gjykimit do të jenë ata që do ta kenë moralin më të mirë. Sa më të pacënueshëm që do ta kesh moralin jetën e kësaj bote, aq më i ngritur do të jesh në botën e përtejme. Sa më të pastër, sa më të kompletuar, më të përsosur në kuptimin njerëzor, që ta kemi moralin, aq më të ngritur, aq më të shpërblyer dhe më të nderuar do të jemi në ditën e gjykimit. Aq sa njerëzit më të afërt me Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit do të jenë ata ahasinuhum akhlaqa, ata që kanë pas moralin më të mirë. Prandaj ruajtja e nderit realisht do të thotë edhe ruajtje e lidhjes sonë me Allahun dhe për fund, përkitazi me këtë një specifike, ruajtja e familjes është gjithashtu prej shkaqeve që e ruan lidhjen tonë me Allahun, fen tonë. Përgjegjësitë tona ndaj gravet tona, ndaj fëmijëve tanë janë përgjegjësi themeltare. Nuk duhet të anashkalohen, nuk duhet të nënvlerësohen. Për aq sa ne i nënvlerësojmë këto përgjegjësi ndaj familjeve tona, për aq e kemi nënvlerësuar edhe fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ndërka që Allahu na tregon qartazi dhe prerazi në Kur'an se e kemi urdhër, është imperativ kuranor që ta ruajmë veten dhe familjet tona nga zjarri i xhenemit, nga ndëshkimi me zjarr. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ruani veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri, përmes ruajtjes së nderit, përmes ruajtjes së pasurisë, përmes ruajtjes së qetësisë dhe sigurisë së tyre, përmes ruajtjes së mirëqenies së tyre. Kësaj ne e ruajmë edhe fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.